السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Nevaviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot kalim në hadithin e 5 në këtë kapitullin që flet për detyrat e pushtetarëve karshi qytetarëve. Hadithi 657 me radhë, ku Imam Nevaviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Aidh ibn Amr radiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubaydullah ibn Ziyad faqala lahu ay bunay إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم متفق عليه." Nërëfen Aidh ibn Amr radiallahu anhu, i cili një ditë për ditëve hyri te Ubaydullah ibn Ziyadi, e i tha atij: "Biri jam, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: kujdestarët, pushtetarët më të këqij janë ata të vrazhdët mos përfillësit, e kujdes të mos jesh prej tyre." Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre. Realisht ulemat kanë thonë, kështu thot Imam Nevaviu rahimahullah, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Por ulemat kur e kanë analizuar, e kanë konstatuar se këtë hadith e transmeton vetëm Imam Muslimi në sahihun e tij, jo edhe Imam Buhariu rahimahullah taala. Çka do të më thonë kjo? Kjo do të më thonë se dietarët, sado që janë të mëdhej, sado që janë të ditur, sikurse këtë rast Imam Nevaviu rahimahullah taala, mund të gabojnë. Edhe kjo është normalisht për shkencës së hadithit, edhe ka mundësi transmetuesit dietari që merret me këtë punë me ju përzi ndonjëherë meselet. Edhe tani jemi në situatë ku dietarët musliman, kur vërejnë një gabim të tillë teknik, e korrigjojnë gabimin edhe vazhdojnë. Nuk nalet tash me thonë si ka mundësi me gabu Imam Nevaviu rahimahullah. Po çka pas ka bëj Imam Nevaviu rahimahullahu taala? Po sa gabim të madh pas ka bëj. Po ai kush është si ka mundësi me gabu? E tash me bë muhabet një javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, mu marr me gabimin e tij. Jo. Thjesht qëndrimi i sakt i dietarëve musliman që kanë ardhur më pas, kanë thonë, kjo është lëshim Imam Nevaviu rahimahullahu taala. Këtë hadith nuk e transmeton edhe Buhariu, por transmeton vetëm Imam Muslimi. Edhe kaq. Sa të puna. Edhe ata kanë një shprehje kanë shumë të bukur: subhana man la yashu. I lasuar qoftë Allahu, i cili është i vetmi që s'ka lëshime. Ama njëri përderisa je, ke mangësi, ke gabime, ke lëshime, ke dobësi, se kjo është e zakonshme për njeriu. E zakonshme. Nëse krejt njerëzit kur njëherë nuk gabojnë, ata si janë njerëz. Edhe andaj janë dy mësime të rëndësishme që merren nga ky moment i një ndërhyrje teknike më shumë madhështore në aspektin e porosive. E para, se dietarët me gjithë pozitat e larta që mund të kenë, ata në momentet caktuar mund të gabojnë. Pse kjo? Për shkak të natyrës njerëzore, e cila ka mangësi dhe dobësi. Ashtu siç tha Allahu i Madhëshëm në Kur'an: "Khuliqal insanu dhaifa." Njeriu është i krijuar si krijesë e dobët. Ka mangësi. Allahu Dhul Jalal është pa mangësi. Andaj ne themi subhanallah, i patmeta
qoftë Allahu dhu xhelal. Ashtu është. Dhe dyta, mënyra se si ti trajtojmë gabimet e dietarëve. Edhe të hoxhallarëve pastaj. Do të nalemi aty, ti zmadhojmë ato, ti bëjmë çështje, ti debatojmë, ti polemizojmë, jo. Sidomos të dietarët, do të tentativat e her pas hershme të disa hoxhallarëve të ri, të mëdhenshëm, që me shku me hyn histori, edhe me hulumtu mangësit edhe gabimet e dietarëve, e me nxjerr tash e me ispikat, të mendu se ata janë të zbulu Amerikën, masi është zbulu. Edhe se ata tash kanë gjetë diçka që se ka thonë kur kësh për para. E çka pas kanë gjetë mangësit e dikujt të ulemave të vjetër. Sidomos kjo kulturë, kjo tentativ, kjo qasje është shumë e rrezikshme. Fillimisht për ata vetë, pastaj edhe për gjithë besimtarët nëse lejojnë ta përhapet ai fenomen. Pse për ata vetë është e rrezikshme? Sepse ulemat kanë thonë. Kështu, sidomos Imam Ibn Asakir rahimahullahu taala në një libër për librave të tij që quhet Historia e Damaskut, kur flet për ulemat e Damaskut, te një pjesë e jep një sqarim shumë të bukur. Thot inna luhuma ulamaina masmuma. E jep këtë konstatim shumë të rëndësishëm edhe të bukur. Thot nëse përgojimi i një muslimani të rëndomt është ngrënje e mishit të tij. Sikur se thot Allahu i Madh në Kur'an, "Wala yaktab ba'dukum ba'da", mos e përgojoni njëri tjetrin, "A yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh". Mos e përgojoni njëri tjetrin. A doni të hani mishin njëri tjetrit? Mos e përgojimi i dikujt që ka e vështirë sikur se me kafshu me hangër mishin e tij. Të vdekur. Një gjë e nevellitshme, një gjë e gërditshme. Do më thonë, paramendo kur une edhe te edhe na e përgojmë një musliman, kjo i vjen sikur se na jemi ai ka vdek e na jemi të hangër mishin e tij të vdekur. Do më thonë, pozicion shumë neveritës, shumë i gërditshëm. E tash Imam Ibn Asakir që thot, nëse përgojimi i një muslimani rëndom që ka ngrënja e mishit të tij të vdekur, thot përgojimi i dietarit që ka ngrënja e mishit të tij, po plus jo që i vdekur edhe i helmum. Çka do të më thonë kjo? Domthonë nëse dikush prej neve merr guximin me përgoju dietarët, han mishin e tyre i cili është i helmosur. E ku të hash mish të helmosur, çka ndodh? Vdes. Po nuk vdes fizikisht ti, ama të vdes imani jot, edhe vdes dituria jote, edhe vdes bereqeti jot. Edhe kjo është pastaj ligj, i cili ka ndodhur mbi të gjithë njerëzit që janë marrë me ulemat, edhe janë mundu me nxjerrë në shesh mangësitë e tyre, dobësitë e tyre. Jo që ata s'kanë mangësi dobësi, por e kanë bërë çështjen kryesore të jetës së tyre me gjetë mangësi dhe dobësitë e tyre. E këta njerëz e rrezikojnë imanin e vet, e rrezikojnë diturinë e vet, e rrezikojnë statusin e vet. Kjo është e para. E dyta, bon pengesë që muslimanët të përfitojnë nga dituria e tyre. Dikush për muslimanëve që bie në kurthën e tyre, që qëndrimi i tij bëhet sprov për këtë musliman. Subhanallah, u them sinqerisht për vete, nuk kam mendu që vjen koha me gjetë diken që merret me dituri, s'po i tham as hoxh, as dietar, po me diken që merret me dituri, me pru vetën e vet, me fol për imam të mëdhej, për ulemat të mëdhej. Mirë, po subhanallah, shejtani punon me gjithë. Edhe në cepet botës janë disa raste që na si hoxhallar i përcjellim dhe e shohim, për shembull, edhe te na në Ballkan, her pas here shfaqen fenomene të tilla, po
Po paramendon muslimani e ka praktikë vendin e vet dhe jeton në perëndim. Edhe atje në mesin e jo muslimanëve gjen kohë me hulumtuna për libra të ulemave e me gjetë mangësi e me dalë në ekranet e tash kompjuterave, telefonave, edhe me të regu vetën se qka pas ka zvullu. Se filan alimi pas ka mangësi e filani, pas ka ketë mangësi e filani, pas ka ketë mangësi. E ti që i ki 3-4 vjetë, hala dhe më dhonë, si a ke njës mirë ilmin me marë, ti e pas ke zvullu. Edhe ti e pas ke gjetë. E ta shpi ka dhëmë muslimanve se kujdes për filani dhe filanit, a filani dhe filani me mija, qindra mija, miliona kopja, librat e ti janë përhap, edhe njerëzit kanë përfitu dhe kanë mësu. Andaj nuk guzon me konë tërbije hoxhës, e asë besimtarit thjesht, që jetin e vetë me quë të përgëju hoxalar, e të përgëju djetar. Shumë është këshill me rëndësi, mendoj se duhet me marë me vete, janë disa këshilla që une i kam nënvizu dhe kam thonë, kam dëshirë që gjemati mi marë me veti, njëra për tjera është edhe kjo. Mos ja lejo vetë vetës kur mu marë me mangësit e hoxalarëve edhe dobësit e tëre. E para nuk është puna jonë. E dyta dami është shumë i madh. E treta është defokusim i joni nga angazhimet kryesore. Andaj ulemat kanë thonë, vazhdimisht gjithë, merret mirë, merret pastërtën, lene të mangëtën, lene doftën. Nëse bleta shkon merret me therat e trandafilit, kur si arrin reni me thith nektarin e trandafilit. Edhe kjo është rregull. Trandafili aromën e bukur, pamjen e bukur, po ka therat, shpon. E tash, kush është ai pineve që nuk e merr trandafilin për shkak therave që ka. Megjithse ka plot thera në trandafili, kejt na e vlerësojmë trandafilin për pamjen e bukur që ka dhe aromën e këndshme që e jep. E tani, kështu është jeta, kejt na kemi mangësi, kemi dobësi, ama duhet mu bo tërbije dhe me rujt veten shumë që mos me fol për ulemat, mos me fol keq për dietar. Edhe momentin që shef diken në internet, që flet keq për diken për ulemave, për hoxhallarve, veç ka përse. Veç ka përse. Heq mos e nal me ngu. Pse? Se ta smun zemrën. Edhe fillon mu marë me gjërat paransishme. E si kur se përmenëm, fjallë e imam Ibn Asakir, kush merret me përgojimin e dietarëve, a i hanë mishin e tyre të helmosur, edhe i vdes imani e tyre. I vdes dije e tyre. Dhe andaj, si që përmenëm këtë rast, në këtë meselen e këtij lëshimit teknik, thot imam Neveviu rahimullahu taala, transmeton Buhariu dhe Muslimi, muttafaqun alej, vinë ulemat masi thënë kjo është për lëshimeve të imam Neveviu rahimullahu taala, se këtë hadith e transmeton vetëm imam Muslimi jo dhe imam Buhariu. Edhe kjo, mund na shqarimin e saktës du të me bo, për shembull, nëse dikush për xhallarëve tonë ose për ulemave tonë gabon, nëse përhapim gabimin e tij. Si them xhamatit që mirë është, kjo është, ama them se filani ka gabue. Mos e ngoni filani se ka gabue, s'themi. Se është njeri ka gabu këtë mesele, po edhe 99.9 i ka sakta. Pse du të me lonë atë njeri për shkak një gabimit. E si mos këtë rast, për shembull, kemi të bëjmë një lëshim teknik, që së shumë gabim i madhë. Ama du me të regu digjana si kurse përmen. E para, na nuk duhet me i gjujt ulemat për shkak gabimeve të veta, edhe dyte nuk duhet me bo temë ditore bisedet për gabimet të ulemave. Po, nëse ka gabim, e korrigjon edhe esë për para. Edhe me këtë në më dhonë, e përmbyll këtë atë mundësin e lëshimit. Që këtë hadith ne kemi sqaru, hadithin 192, fillim të më dhonë, para 10 viteve, sigurisht 12 viteve, se tash të më dhonë ne kemi avo 15 vjetë në mejlisin e sqarimit haditheve të Riyadus Salihinit. Në për 15 vjetë, elhamdulillah, 657 hadithe i kemi sqaru.
Ky hadith është përmend edhe më herët, kapitullin e mëhershëm, urdhërimin në të mirën dhe ndalimin nga e keqja, me numër 192. Dhe aty kemi dhënë sharimin e këtij hadithi. Normalisht ne do mundohemi edhe sot të japim një sharim në përputhje me temën. Edhe kemi thonë edhe atëherë, edhe vazhdimisht ku përsëriten hadithet në këtë libër, në librin Riyadus Salihin të Imam Neviut rahimahullahu taala, se përsëritja e haditheve ndodh për shkak se një hadith ka të bënë më shumë se me një temë. Edhe Imam Neviu rahimahullahu taala hadithet ka mundësi mi prua edhe në temat tjera, edhe në mëdhon sikur këtë rast për shembull për detyrat edhe obligimet e pushtetarit. Aty e ka sjellë të urdhrimin në të mirë, ndalimin nga e keqja, të cilën cilësi e kanë pas sahabët, edhe kanë pas tabiinët, edhe kanë pas imam të mëdhej të umetit islam. Karakteristikë e veçantë e muslimanëve është urdhërimi në të mirë, ndalimi nga e keqja. Proaktivizmi shoqëror. Do të më qenë i vëmendshëm ndaj zhvillimeve në aspektin fetar, në aspektin shoqëror, në aspektin politik, në aspektin ekonomik. Do muslimania ka gajle dhenit vet. Nuk është indiferent nga ajo që ndodh, nuk mshelet në xhami si në teqe me qenë. Po ai vjen në xhami mushet me energji pozitive, mushet me dituri të dobishme, mushet me iman, mushet me vullnet, mushet me këshilla, mushet me udhëzime, edhe del për xhamis, edhe mundohet me rregullu lagjen e tij, shtëpinë e tij, kushit e tij, familjen e tij, shokët e tij, kolegët e tij, ka të shkon reflekton, rrezaton energji pozitive, rrezaton përmirësim, nuk është veç për vete. Edhe kemi thonë edhe këtë mesele, nuk lejohet me qenë muslimani egoist, vetjak, por duhet me pas gale edhe të tjerëve, duhet me kontribua edhe në përmirësimin e tjerëve, duhet me pas angazhim konkret në korrigjimin e gjendjes të shoqërisë ku ai jeton. Edhe andaj e shohim nga ky komunikim që ndodh mes sahabeve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve, pastaj mes sahabeve dhe tabiinëve, mes tabiinëve dhe sahabeve, e shohim se ata kanë qenë shumë gjallë, shumë aktiv, nuk kanë hesht, nuk kanë dhënë indiferent. Se për shembull që këtë hadith e transmeton nga Aidh ibn Amri radiallahu anhu, e transmeton Ebu Saidi Hasan Basriu rahimahullahu taala. Do të shifne, do të vetë transmetimi i haditheve, kur Hasan Basriu rahimahullahu taala e transmeton këtë ndodhi nga ky sahabe, i cili takohet me një pushtetar, Ubejdullah ibn Ziyadin, ka qenë vali i Kufës, i Basrës, domethënë kohën e Muavis radiallahu anhu. Edhe e këshillon këtë pushtetarin. Shifë, kjo është ajo këto momentet historike të rëndësishme që nëse na i shohim në prizmën e temës që flasim, e dëshmon këtë proaktivizëm që nga pas ulemaja, s'ka net indiferent. Se Ubejdullah ibn Ziyadi ka qenë guvernator, ka qenë i pari i vendit, por ka qenë i ashpër, i vrasht. Është akuzu edhe për vrasjen e Husejnit radiallahu anhu, nibit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A më para se me ndodh ajo, shifne, domethënë ulemaja i kanë nejtë gati, ka dalë mos merr hujum, se më i keqi për keqve është ai i vrashti, i ashpri. Mos merr popullin me të keqe, mos i rri për mikryje me ashpër. Se domethënë nuk udhëhiqet populli me vrasësi, ashpërsi. Edhe andaj, do thot, ky hadith që ka sjell Imam Neviu rahimahullahu këtu e ka porosin këtë, që kushdo që bëhet i pari muslimanëve, edhe do me udhëheq ata, do të me qenë i butë, zemërgjan, me fal, me toleru, se s'mundesh ti me imponu agjendën tonë njerëzve pa pas parasysh kapacitetit e tyre, dobësitë e tyre, mangësitë e tyre. Që s'do me thonë që ti me elshu krejt situatën pa kontrol. E kush dënë qka të dëllet vënë, jo. Ama edhe kur kiti agent, kur ki plan, kur ki objektiva, mundohesh ato mi zbatu me lezu me rën. Edhe andaj e kemi thonë dhe themi vazhdimisht
Për atë që janë shumë të rëndësishme me gjisët e ilmit, Islami si fe insiston ndryshimin e individit. E ndryshimi i individit fillon në xhami, fillon në dituri. One edhe ti, na, që jemi këtu sot në xhami, nëse na nuk e kuptojmë se pastrimi i shpirtit ton, korrigjimi i edukatës ton, plotësimi i mangësive tona, ngritja e pozitave tona personale, ndodh me dituri, ndodh me mësim, ndodh me lexim, na s'kena me ndryshu. Nëse ndryshoj unë edhe ti, si ka mundësi me ndryshu shoqëria jonë. Edhe andaj një shtet i cili e don zhvillimin e vet, jo vetëm deklarativisht, jo vetëm për fushat parazgjedhore, jo vetëm para ekranave mediatike, po një shtet që për një me do ndryshimin e vet, ai shtet e ka për detyrë dhe obligim me dëshmu praktikisht kujdesin, angazhimin dhe koncentrimin e të gjitha kapaciteteve veta tek cila ministri. Te Ministria e Arsimit. Krejt kapacitetet e veta te Ministria e Arsimit. Nëse arsimi është në rregull, ai shtet ka me qenë në rregull. Edhe andaj shtetet e zhvillume rrogën më të madhe japin mësuesit arsimtarit. As mjekut, as pilotit, as ushtarakut, e as politikanit. Zotën, politikanët më marrë rrogat më të vogla. Mësuesi arsimtarit më pas rrogën më të madhe. Për të tregu kujdes dhe respekt për të, dhe për ta motivu atë që më kujdes me fëmijët e shoqërisë tonë, e pastaj pe atyre të fëmijëve që mësojnë shkollat tona, me dal pilot të mirë, me dal mjek të mirë, me dal ushtarak të mirë, me dal ekonomista të mirë, me dal edhe politikan të mirë, normalisht me dal edhe xhallar të mirë. Megjithëse fatmirësisht në shumicën dërmuese të rasteve, hoxhallarët vinë prej shkollave me nota shkëlqyeshme. Në shumicën e rasteve, 98%, tash më tham 99-100%, ama 98% hoxhallarët vinë prej fëmijëve që në shkolla fillohet mesme janë shkëlqyeshme. Elhamdulillah. Kjo s'ka qenë e planifikume. Vetë ka ndodhë, po është dëshmi për mi të regu gjithë islamofobëve dhe armiqët e islamit se hoxhallarët vinë prej nxënësve më të mirë që i kanë shkollat tona. Mirë po, kjo duhet me vazhdu. Kujdesi për arsimin edhe kualitetin e arsimit, për kurikulat, librat që përdoren në për shkollat tona, duhet me qenë i vazhdueshëm edhe më rrit edhe disiplina, edhe sasia e mësimeve, edhe kualiteti tyre, që nxënësit e shkollave tona me konkuru me nxënësit e shkollave më të mira në botë. Kjo do të qenë qëllimi i Ministrisë së Arsimit. Kjo do të qenë qëllimi i një qeverie. Kur ta rregullon arsimin, atëherë nuk do ketë nevojë ai me përdor aparatet edhe presive për me stabilizu gjendjen në një shtet. Atë s'ka nevojë me përdor as policin, s'ka nevojë me përdor as gjyqësorin për me prurend në një shoqëri. Pse? Se e mbjell dashamirësinë, ndershmërinë, paanshmërinë, objektivizmin, drejtësinë të fëmijët që fillojnë. Vullnetin për punë, dashamirësinë për kontribut, prej në shkollë fillore, prej në kopsht, prej në parashkollor. Edhe i mëson ata me qenë solidar njëri me tjetrin, bashkëpunues me njëri tjetrin, përkrahas njëri tjetrit, me ndihmu njëri tjetrin, edhe fillore e njëjta, të mesme e njëjta, në fakultet e njëjta, edhe pastaj do thot nuk ngelet njeri, jo pa shkollë të mesme që është bë obligativ tash në shtetet tona, po nuk ngelet njeri pa kry fakultet. Pse? Se me vullnet shkon e kry fakultetin. Se pjesa më interesante e jetës tij është me shku në shkollë. Jo si është tash gjendja. Fëmijët kur qohen me shku në shkollë, bëhet me shku në shkollë. Edhe
me pas mundësia me shku me shetit në për kafe, në për restorante, në për parqe, në për kande lodrash, ai me shumë merak do shkoj atje e do like shkollën. Na duhet me punu krejt, edhe hoxhallarët, edhe xhamati, edhe ministria, edhe qyteti, edhe do me punu gjithë na që vendi më interesant i fëmijëve tonë me kon shkolla. Atraktiv, tërheqës, edhe kurset, edhe domethënë angazhimet në edhe derset, krejt që ka të bënë me arsim do të me kon atraktiv, do të me kon nxitës, tërheqës, që me arrit na sukses me ndryshue individin. Kur të arrim na sukses me ndryshue individin, atër ka me ndryshu edhe shoqëria, atëre ka me ndryshu edhe pushteti. Edhe andaj, në gjitha analizat që bëhen të proceseve të ndryshimit, fillon e mbaron me individin. Nuk mund është me kërku ndryshimin e pushtetit pa ndryshu qytetari. Por me gjithate ato ndërlidhe njëra me tjetër dhe na tani të regojmë se si djetarët janë sill me pushtetar të vrasht dhe kanë kërku për tyre që t'janë të kujdesshëm, të vëmendshëm, të butë në shoqërisë, se së mund është me kërku nga shoqëria shumë nëse ti s'jep kur gjo për ta. Edhe kjo është rregull. Nëse do me kërku diçka për dikujt, i dush me dhonë. Mësuesi s'mundet me kërku për nxënësit diturin nëse s'ja jep diturin. Ti dush me dhonë. Për shembull, bujku s'mundet me kërku për tokës bereqet nëse ai si jep punë. Blektori s'mund me kërku për kafshëve qëmë është nëse ai si jep ushqim. Kjo është rregull i zakonshëm, i natyrshëm. Nëse don diçka me t'u kthy, ti duhesh me dhonë. Së mund është pa dhonë me marë. Mirë po fatkeqësisht të gjithë na jemi në situatë të tillë që kërkojmë shumë ma shumë me marë se sa japim. Edhe andaj të komuniteti musliman, kur flasim për problemet shoqërore dhe për politikën, e kemi vazhdimisht këtë vërejtje. Komuniteti musliman don me ndryshu gjendjen e shoqërisë ku ai jeton, pa dhënë kontribut, të net indiferent, të net në teqet e veta, në xhamijat e veta, në mektebet e veta. Rrin teqe, hiç mos u përziti në shoqëri, edhe lip ndryshim, po s'ndryshon gjendja. Të net në teqet, i izolum. Unë edhe vallai po rritë shtëpia ime, e du asfaltin me marrë të shtëpia. Po s'ta bjerë kërkosh asfaltin, si mos lëvizësh ti. Valla unë du ujësjasin me pas regullt, ama kur vjen proceset zgjedhore, unë shkoj në pushim. Se më intereson më shka ndodhë. E më spreti ujësjasin me të regullo. Kam problem me rymën, regull është. Nëse ti nuk e ke galen e shoqërisë, nëse ti nuk kontribon për ndryshimin e gjendjes së shoqërisë, mos kërko pastaj ti obligime të shoqërisë ndaj teje. Pse? Sepse ato janë raporte të ndërthurura njëra me tjetrën, të lidhura me sistem kauzal, shkak dhe pasojë. Kontribon, lip. Jep, merr. Nëse ti nuk jep kur gjë, nesër s'kemi pas drejt me lip. Se kanë me thonë njerëzit, ti ku je? Kur duhet me dhonë, ti s'je. Sot ti kur lip, unë s'përgjigjna. Rregull jetë. Megjithëse se normalisht ka loja, ka mashtrime, ka tejkalime, këtë është kjo gjë që dihet, ama kur ti ki me dhonë vazhdimisht, sinqerisht, prej drejtësisë Allahu dhu xhelal është me të kthy ajo që ti ke dhonë sinqerisht. Edhe na hoxhallarët për shembull kur dalim edhe flasim, edhe këshillojmë, na e dim se ai s'na kthehet më një herë këshilla. E dim se më një herë xhamati se merr këshillën. Se na flasim, këshillojmë, porosisim, çaj xhamat që është para hoxhës, domthon dikush shkon djathtë, dikush shkon shmaj, dikush shkon përpara, dikush shkon mas, secili vetë si don hec. Ama ne jemi të bindur, me bindje të paluhatshme, se ky investim që na e bëjmë në arsimimin edhe edukimin fetar të shoqërisë sonë, Allahu i madhëshëm ka me e kthy me bereqet edhe shoqërinë normalisht edhe siç po vlen për na ditën kur dalim para madhnisë të Tij subhanahu wa taala.
Se me konë me matë hesabin tonë na, a m'gon dikush, a së m'gon, a vjen dikush, a s'vjen, a m'pagun dikush, a s'pagun, na s'du me vëkursion. Heq që du të dalë për shpije. Po, se na e kemi bindje se mundi kthehet, mundi shpërblehet, na vazhdojmë me dho mundin ton, u ditë së ditë së është më nësi, se vjen një ditë që ka mundit, inshallah u tala, dhe ka me pas efektin e vetë. Si të qoftë, do tash kemi këtu në një pozicion të një sahabiu, i cili e takon një pushtetar, dhe e këshillon atë, duke i tregu se birja, e para e merë me përgdhelje. Së është ma i ri, birja. Edhe hoxhallarët e vjetër, zakonisht do më dhonë të regojnë kujdes, vëmendje dhe përgdhelje për hoxhallarët e ri, edhe për xhamatin e ri. Edhe kështu të më konë raporti, do më të regon raport prindërimi ndaj shoqërisë. Edhe kjo është shumë e saktë. Hoxha du të meni vetëm përgjegjes dhe xhamat ti si baba ndaj evladit ti. Kjo shumë është më rëndësi. Mos mu sill ti si huj në xhamatin tanë, në xhamin tonë. Me ardh imam, me dalë edhe fal namazin edhe ecë. Ka dalë valla. A nuk zohesh që e shef atë xhamata? A nuk kënaqet zemri kur e shef njerëzit që kanë dalë në xhamia? A nuk jep pak respekt dhe kujdes, nuk jep pak hapësirë që ata me qajt në hallë me ty, me qajt në dert me ty, me të tërgu në i myshde, në i sukses ti. Andaj imami duhet me kanë, duhet mu sjell me xhamatin si baba me vladin e vetë. Edhe me kujdes, edhe me zemërgjërsi, edhe me biset. Andaj i tha, ja bunej birja, për me të regu kujdesin dhe mshurin, respektin, dashnin për te, e pastaj të regon se unë kam dëgju për nga meri sallallahu alaihi wasallam, për me të regu se kjo që për të thamë nuk është e jemja. është e njeriut më të mirë në fytyrën e tokës. Njeriu që atë që e ka thonë është e vërtetë, e saktë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj ja dha porosin inna sharra ru'ai al-hutama se do të çobant më të këqij ose pushtetarët më të këqij janë ata të vrazhdët, ata të pavëmendshmit, që nuk ja kanë ngale shoqërisë. Ku thami nuk ja kanë ngale shoqërisë, shoqëria është shumë shtresa. Pejt e fëmija i posa lindur deri te plaki 90-100 vjeçar. Krejt ata janë shoqëri. Meshkujt dhe femnat, vendast dhe ardhacakt, këtë dhe shoqëri. Domthon një pushtetar i vërtet i mirë është që i din këtë të dallime, i din këtë nevojat e tyre, edhe mundohet secilit me ia përmbush nevojën sipas kapaciteteve dhe mundësive që ka, andaj duhet të qenë i vëmendshëm edhe i kujdesshëm. Se ulemat kanë thonë el-hutama zakonisht është përdor për çobanin i cili kur ka pas deve të rujt ose dhen të rujt, s'va ka pas gale hiç. As kur s'muan të intervenoje, as kur s'kan pas kullosa të çoje ku an kullosa as kur ka mungesë të ujit, të siguron ujë, do thot as t'i bën ndamjen e këtyre mes vetit, domethënë për kingjave, për mdojave kështu me radhë, muhabete që na si Zoraxhi, Sheherli ndoshta nuk i dim bash mirë, ama një çoban i mirë kujdeset për hajvanin sepse sikur se ka nevojë njeriu për kujdes, kafsha kishte nevojë edhe më shumë. Se koha na përfundoi, na pa të më angazhue një çoban me na rujt do lop. E pa të mendu se më kujdes me shtu blektorinë, më kujdes për blektorinë është gjë e mirë edhe një hap për me e siguru hajvanin për kurban. Edhe angazhojmë një çoban, pa i u angazhoj si çoban si ignorant. Edhe na të mendu se ai e din punën, ai shkon lop veç u smushin. Njëra mas tjetrës. Edhe ai pa dituri, ignorant,
nëse me u kujdes për to, i lek ato kafshë të smuta me ngordh, me cofë. Derisa erdhi një çoban për i mend, që ishte mjeshtër këtë punë, do të ajo lopë e madhe që patramo ishte tu ngordh, si erdhi këtë çobani mjeshtër i ditur, e mori me ilaçe, e mori domethënë me angazhimin e vet, e çën kohë. Edhe aty e kuptuam nëse edhe lopë me majt, edhe dhen me majt, duhet me kon njeri i ditur, me kon mjeshtër, me pas gale, me dhon kontribut. Si ishte gjëkosh edhe për çoban lopë, domethënë që na shëllogarisim tash çobanokun punë pa rëndësishme. Hajde be, a di diçka jo s'di, po shko po në çoban. Jo valla edhe çoban për më boll u desh me ditë. Bile shumë. Andaj do njerëzit që kena rreth e për qark, as çoban me lon si avlen, jo më diçka të më të madhe. Jo më dhon aty pushtete, jo më bë ministër, jo më bë drejtor, më bë kryetar diku, Allah na ruaj. Sidoqoftë, do thotë ky sahabi e këshilloi këtë pushtetar Ubejdullah ibn Ziyadin që të jetë i kujdesshëm në shoqërisë, se tha më të këqit janë të vrashët të pakujdesshmit dhe tha kujdes mos u bën prej tyre. Ka shumë mësime dhe porosi tjera që dalin nga ky hadith, me kaq po mjaftohemi sot, duke lutur Allahun në ditë të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të porosi, Allah i madhëshëm në bashkof me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.